Nxënësit e klasave të nënta në Shqipëri dhe Kosovë për herë të parë po konkurrojnë në një olimpiadë përbashkët të gjuhës shqipe. Ministria e Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastriliu në një postim në rrjetet sociale tha se kjo olimpiadë është një nismë për të thelluar njohuritë e tyre në gjuhën shqipe dhe në letërsi, si dhe për të forcuar bashkëpunimin mes dy vendeve me qëllim pasurimin dhe ruajtjen e gjuhës sonamtare. Pas 3 fazave konkurrimi në shkolla në nivel zyrash arsimor dhe më pas kombëtar, më të mirët nga Shqipëria dhe Kosova do konkurrojnë në finalen ndërshtetërore që do zhvillohet në Tiranë në datën 10 prill, tha Manastriliu. Nxënësit shprehen të kënaqur me pjesëmarrjen në fazën e tretë të Olimpiadës së gjuhës shqipe, ku po shpalosin njohuritë e tyre. Nxënësit e kualifikuar deri në këtë fazë dallohen për mendimin analitik, aftësinë për të analizuar tekstet në thellësi, si dhe për një fjalor të pasur e të saktë. Përveç talentit të tyre gjuhësor, ata shfaqin vetbesim dhe ndjenjë të fortë të identitetit kulturor kombëtar.